Përshëndetje miqtë mi, mirë mbrëma, jam shumë e lumtur të jemi edhe një herë në këtë lexim të pjesës 22 nga fuqia e vetdijes e Neville Goddard. Jemi shumë pranë fundit miq, edhe t'jeni të bindur që në librin tjetër do kemi diçka vërtet shumë interesante për të lexuar, por deri atëherë do t'va lë pak surprizë. Le të përqendrohemi pak tek qëndrueshmëria. Është ky titulli i kapitullit 22. Dhe ju tha, nëse ndonjëri prej jush ka një mik dhe i shkon në mesnatë i thot, mik, mi jep hua 3 bukë, se më erdhi prej u dhe miku im e nuk kam çka t'i jap për darkë, e ai prej brenda i përgjigjet, mos më trazo, dera është tashmë e mbyllur e fëmijët e mi e unë ram në shtrat, nuk mund të çohem t'i jap. Unë po ju them, se edhe nëse s'çohet t'ja jap, se ka mik, do të çohet me siguri për t'i dhënë aq sa kërkon për shkak të këmbguljes. Edhe unë po ju them, lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do të gjeni, trokitni e do t'ju çelet. Luka 11:5-9. Kjo është shumë e bukur, sepse pavarësisht se ju mund thoni çfarë mjeku i keq ishte ky që i tha jo nuk do të t'jap. Me vërtet mund të duket ndonjëherë sikur jo nuk do të t'jap, jo nuk po t'jepet, edhe ti mund të kërkosh shumë gjëra, edhe ti thua, po unë kërkova, unë u luta dhe Zoti nuk më plotësoi dëshirat e mia. Kjo është e vërtet, për momentin ashtu mund të duket, por disa gjëra janë më mirë mos të t'jepen që në momentin e parë. Ti mund të thuash, fjala vjen mund të mërzitesh me një njeri që normalisht e do shumë, por për momentin je shumë e mërzitur, edhe thua, thyf qafën. Nëse kjo do të ndodhte automatikisht dhe tjetri thjesht do thynte qafën, a mendoni se kjo do ishte e këndshme për ju? A do ta përballonit dot në ndërgjegjen tuaj që të kishit një fuqi të jashtëzakonshme që të manifestoni çdo fjalë, por në sekond, në sekond. Fakti që ndonjëherë ty të lihet të presësh është një lloj amortizimi që e bën universi, energjia, Zoti për të bërë ty që ti të krijosh një supozim ose të krijosh një ide më të mirë të asaj çfarë do. Edhe kjo është gjithmonë për të ndihmuar ty. Por nëse lutesh, do të t'jepet. Dhe kur e them unë këtë që ua kam thënë me mira herë se si unë jam lutur dhe më është dhënë dhe nuk e kam fjalën vetëm u luta dhe thash Zoti lutem më jep 5.000 lekë sot edhe mu dhan 5.000 lekë. Ju e dini se çfarë lutje kam bërë unë. Unë kam thënë okej, ndihem e lodhur, ndihem e zauruar nga puna, ndihem sikur nuk ja dal dot, ndihem sikur kam kaq shumë gjëra që nuk më shkojnë mirë dhe dua një zgjidhje që unë të rregulloj jetën time për pa lëvizur as gishtin më të vogël. Dhe kur unë kërkova këtë lloj zgjidhje, imagjinoni pak, si munde, për shembull, po t'ja kërkosh një njeriu tjetër dhe ti thuash, dua një zgjidhje për problemin tim, po unë mos bëj asgjë. Unë mos lëviz as gishtin e vogël. Si do thoshin njerëzit e tjerë? Është në rregull kjo? Çfarë po thotë kjo? Si u bë kanë gjërat pa lëvizur as gishtin e vogël? Jo, duhet çosh, duhet shkosh në punë, duhet mbash 2 punë siç bëjmë gjysma e popullsisë, duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë atë, normalisht një mendje logjike, shëndetshme, këtë do të thoshte. Por Zoti, universi, më tha mua dhe, okay, nëse kjo është ajo që do, ja si është mënyra. Ti s'ka nevojë fare të lëvizësh. Je shtrirë në shtratin tënd dhe je gati për të fjetur. Ndrysho mendimet e tua. Thjesht mos thuaj po nesër kjo ajo. Thjesht ndrysho mendimet e tua dhe thuaj unë ja dola. Jam thellësisht mirënjohëse që kam një 24 orësh për t'i bërë gjëra ndryshe. E nesër do më jepet një 24 orësh tjetër për t'i bërë gjëra ndryshe. Pra që thjesht është, sepse nëse lutesh,
do të t'jepet. Janë 3 personazhe kryesore në këtë citim. Ju dhe 2 miqtë e përmendur. Miku i parë është në gjendje të dëshiruar të ndërgjegjes. Është një gjendje e dëshiruar e ndërgjegjes. Në momentin kur lutesh. Miku i dytë është një merak që kërkon përmbushje. Është miku që i ka ardhur i paftuar. I treti është simboli i tërësisë, kompletimit. Bukët bukët e simbolizojnë substancën. Dera e mbyllur i simbolizon shqisat që e ndajnë të dukshmen nga e padukshmja. Fëmijët në shtrat, do me thënë, idetë tona janë të fjetura. Janë të gjitha ato mendimet që ne i kemi vendosur në atë kanalin e vetë. Edhe nuk duam t'i trazojmë. E kemi vendosur mendimin ton, punën e kam vari bidonat, jeta ime është cop-cop, nesër do të çohem do ankohem prap. Janë fjetur, janë mendimet fjetura. Edhe s'po i trazoj. Pa aftësia për të ngritur, do të thotë që një gjendje dëshiruar e ndërgjegjes nuk mund të ngrihet tek ju duhet të ngriheni drejt saj. Është pikërisht ky moment kur ti thua, po jo, se janë fjetur mendimet. Nuk mund të zgjoj. Duhet vërtet kjo lloj thirrje e ndërgjegjes të vijë dhe thotë, "Hey, duhet të zgjosh." Duhet të zgjosh edhe fëmijët. Duhet të zgjosh ato ide që janë duke ecur në ritmin e tyre, por janë duke ecur gabim. Duhet thjesht ta kuptosh këtë gjë. Që ka disa gjëra që mund të të vi vërtet shumë keq që ti thua, po unë jam mësuar tani që unë të kem gjërat në këtë mënyrë, jam mësuar që jo, ka rëndësi se si jam mësuar, duhet patjetër të ndryshosh gjërat për të mirën tënde. Këmbgulja do të thotë të kërkosh me qëndrueshmëri, me një lloj paturpësie të pacip. Ndonjëherë të duhet kjo. E nuk e kam fjalën të shkosh te dera e mikut edhe të tregohesh e paturp, të tregohesh e pacip, të shkosh miqve të shtëpia dhe t'ju thuash që nuk më pëlqen se si e keni pastruar shtëpinë, nuk më pëlqen se si e keni rregulluar shtëpinë, jo, nuk është kjo mënyra. Mos u tregoje pacip me asnjëri tjetër, tregoje pacip me veten tënde. Po e vetes tënde ti do rrish gjysmë ore në shtrat kot duke bërë scrolling në Instagram, të të vi turp nga vetja, se si mundesh të sillesh kështu. Kur ti duhet jesh duke u çuar, duke krijuar, pse të konsumosh ti krijimin e dikujt tjetër, vetëm të konsumosh, shiko, ç'a bëri ky, ç'a bëri ai, ku mund të jesh ti ajo që krijon, mund të jesh ti ajo që ndryshon botën. E ndryshimi nis nga vetja, ka thënë Nën Tereza. E di mund të duken kështu, thua, po kjo Nën Terezia tjetër, çfarë po thotë? Ndryshimi nis nga vetja. Duhet jesh totalisht e pacip me veten tënde. Duhet jesh totalisht e paturp me veten tënde. Dhe në momentin që e sheh veten tënde që po shkon, e sheh që i ka ndryshuar gjërat, edhe krejt papritur thot, "Oh, u lodha, e di çka ti po kthehem edhe një herë në atë rutinën e vjetër." Atëherë duhet të tregosh akoma dhe më e paturp, akoma dhe më e pacip. Edhe ti thuash të vi turp nga vetja nëse ti kthehesh atje. Edhe bën të njëjta gjëra siç ka bërë më përpara. Të njëjtën gjë bëj unë sot me veten time. Sa herë them, kush ulet edhe regjistron tani se duhet të bëj make-up, duhet të rregullohem, duhet edhe pastaj them të vi turp nga vetja. Pse ti mendon se njerëzit që të ndjekin ty, të ndjekin se ti je shumë e bukur? Askush nuk do t'ja di. Njerëzit janë aty se fjalët që ti u thua janë duke ju hapur një botë të re. Janë duke gjetur shpëtimin, zgjidhjen, ashtu siç e ke gjetur ti. Prandaj duhet të vi turp që mendon gjëra të tilla, por duhet patjetër të çohesh tani. Pra tregohem kaq e pacip me veten time dhe çohem dhe filloj bëj gjërat ndryshe. Filloj bëj gjërat në këtë mënyrë si bëj. Nuk ulem për të ndëjtur një orë, gjysore, ku di unë në TikTok. Ka shumë njerëz që më thonë, "O, të ndjekim në Instagram, na kthe follow në Instagram." Unë nuk e di ku e kam Instagramin tim.
Sepse unë nuk jam duke konsumuar çfarë të tjerët publikojnë në Instagramin e tyre. Unë jam këtu duke krijuar. Unë jam duke krijuar botën time. Unë jam duke sjell për ju material dhe unë e di shumë mirë që ka shumë njerëz që e vlerësojnë këtë gjë. Këmbgulja do të thotë të kërkosh me qëndrueshmëri me një lloj paturpsie të pacip. Lypni me fjalë. Domethënë në sensin në klapa, me fjalë, lypni me fjalë, kërkoni në hapësirë, pra lutuni. Dhe trokitni do thot ta supozoni ndërgjegjen e të pasurit tashmë të asaj që e keni merak. Në momentin që ti lutesh, ti shkon tek miku dhe i thua më jep 3 bukë, ti e di shumë mirë që ai miku do t'i japi 3 bukë, sepse ti e di shumë mirë që ai mik i ka 3 bukë për të t'i dhënë ty. Se ndryshe nuk do shkoje. Për çfarë do shkoje të kërkoje 3 bukë te një mik që nuk ka bukë për të ngrënë për vete? Është ideja e do i lutem këtij miku sepse e di që më jep, sepse e di që i kam. E kam të sigurt të këtë gjë. Pra është një farë mënyre përmbushja e dëshirës tënde në këtë moment. E më kujtojnë tani të gjithë miqve që ju kam kërkuar ndihmë. Nuk janë shumë pak, sepse unë në të vërtet jam tip që nuk kërkoj ndihmë. Kam shumë problem të kërkoj ndihmë. Edhe ama njerëzit që ju kam kërkuar ndihmë kanë qenë gjithmonë të gatshëm. E kam fjalën si për njerëzit në jetën reale, ashtu edhe për lutjet që kam bërë, të gjitha. Kështu, shkrimet e shenjta ju thonë se duhet të këmbgulni me ngritjen, duke supozuar, thot. Në ndërgjegjen e merakut tuaj tashmë të përmbushur. Premtimi është i qartë se nëse jeni të paturpshëm në guximin tuaj për te mirësjelljes, duke supozuar se tashmë e keni atë që shisat tuaja e mohojnë, ajo do t'ju jepet, meraku juaj do të arrihet. Pra, më lejoni ta lexoj edhe një herë, po shpresoj duke e kuptuar më mirë. Premtimi është i qartë se nëse jeni të paturpshëm në guximin tuaj për te mirësjelljes, pra, ti i kërkon vetes tënde ose Zotit në këtë rast, energjisë kryesore, që ti të marrësh atë që do, por duke e supozuar sikur e ke, atë që shisat e tuaja për momentin nuk e shohin. Pra, sytë e tu nuk e shohin, veshët e tu nuk e dëgjojnë, dora jote nuk e ka prekur ende. Fjala vjen bukën që ti do marrësh për mikun. Por ti e di se në momentin që do lutesh te ky person, ti i ke këto. Është vërtet e jashtëzakonshme. Meraku juaj do të arrihet, ti e ke këtë bukë, thjesht akoma nuk të shfaqur akoma nuk është hapur dera. Ju kërkoj ndjes. Shpresoj thjesht jetë një ndikim për t'ju vënë në gjumë. Bibla na mëson domosdoshmërinë e qëndrueshmërisë duke përdorur shumë tregime, kur Jakobi e kërkoi një bekim nga ëngjëlli me të cilin luftoi, tha: "Jo, nuk të lëshoj", i tha ky, "në qoftë se nuk ma jep më parë bekimin." Zanafilla 32:26. Kur Sunamitja e kërkoi ndihmën e Elizeut, ai u tha: "Pasha Zotin e gjallë e pasha shpirtin tënd të gjallë, nuk të lëshoj." Ai u ngrit e shkoi me të. 2 Mbretërve 4:30. E njëjta ide shpreh edhe një pasazh tjetër. U tregoi edhe shëmbëltyrën se si duhet të lutemi gjithmonë e kur të mos ligështohemi duke thënë. Ishte në një qytet një gjykatës që Zoti nuk e dronte e për njerëzit nuk çante kokë. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vejë e cila shkonte shpesh tek ai dhe i lutej: "Më mbrot duke marrë hak ndaj kundërshtarit tim." Por ai s'u shqetësua për një kohë të gjatë, dikur tha me vete: "Edhe pse se druaj Zotin e për njerëzit nuk e nxej kokën, megjithatë,
pasi kjo grua e vej po më trazon, do ta mbroj që të mos vi më e të mos më mërzis pror. Luka 18:1-5. Do më thënë, ishte një person që thjesht nuk i intereson të askush, nuk i të shante kokën për asnjë njeri. Që mund t'jesh edhe ti. Që nuk e vret mendjen fare. Mendimet tani do rri të merrem dhe me mendimet e mia. Migena kanë Terezi, Migena thot, merru me mendimet e tua se s'kemi punë tjetër tash për të bërë. Por në fakt, unë kam kaq shumë punë se nuk kam kohë fare të mendoj për mendimet e mia. Shoqe, do thoshin shumë njerëz. Por nëse në mendjen tënde ka lindur një mendim që ta kërkon vëmendjen gjatë gjithë kohës dhe thot, ti je duke u lodhur, por ti duhet merresh me biznesin tënd. Ti je duke u lodhur duke punuar për të tjerë, por ti duhet punosh për vete. Që nga ky moment është ajo lloj lutje që të bëhet ty nga përbrendësia jote. Dhe ti je thjesht duke, ndoshta mund të shmangesh sa kohë. Ndoshta mund të tregosh vërtet ky mos kokçarsi që nuk ke frikë as Zotin e as njerëzit. Dhe derisa të vjen ai momenti kur ti thjesht thua, po vetëm mos më të shmend më se në rregull, do ta bëj këtë gjë, vetëm mu hiq qafe. Kjo është ideja. E vërteta bazë që qëndron në themel të secilës prej këtyre tregimeve është se meraku buron nga vetdia e arritjes përfundimtare dhe se këmbgulja në ruajtjen e ndërgjegjjes së merakut që tashmë po përmbushet rezulton në përmbushjen e tij. Edhe mua po më vjen shumë e dim. Nuk mjafton të ndiheni në gjendjen e lutjes së përgjigjur. Ju duhet të, përgjumur, se tani mezi po lexoj. Nuk mjafton të ndjeni në gjendjen e lutjes së përgjigjur. Ju duhet të qëndroni me këmbgulje në atë gjendje. Kjo është arsyeja e urdhrit. Të lutemi gjithmonë e kur të mos ligështohemi, thot Luka 18:1. Këtu të lutesh do të falenderosh për atë që tashmë e ke që e ke me merak. Vetëm qëndrueshmëria në supozimin e përmbushjes së dëshirës mund të shkaktojë ato ndryshime subtle, të thjeshta, ndryshime subtile, thot, por nëse do ta përkthenim në shqip tamam, do ishte ato ndryshimet kaq të vogla që nuk e vëre çdo ditë. Por janë tjerë, është njësoj domethënë ndryshimi që mund të të ndodh me flokët. Ti nuk e vëre se sa të rriten flokët çdo ditë, por mbas një vitit janë rritur flokët shumë. Ato ndryshimet më të vockla, më të imta, më të thjeshta në mendjen tuaj që rezultojnë në ndryshimin që e keni meraku në jetën tuaj. Pra, janë ato mendimet e vogla që ndryshojnë her pas here. Nuk ka rëndësi se a janë ata angjëj, Eliza apo gjyqtar ngurrues, të gjithë duhet të përgjigjen në harmoni me supozimin tuaj të qëndrueshëm. Do të përgjigjen në fakt. Kur duket se njerëzit e tjerë përveç jush në botën tuaj nuk sillen ndaj jush ashtu siç do dëshironit, kjo nuk është për shkak të hezitimit nga natyre, por për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë në supozimin tuaj se jeta juaj tashmë është ashtu siç dëshironi. Duhet ju ta imagjinoni jetën tuaj, pastaj të tjerë do fillojnë të përgjigjen asaj çfarë ti jep. Supozimi juaj për të qenë efektiv nuk mund të jetë një akt i vetëm i izoluar, duhet të jetë një qëndrim e mendësi e mirëmbajtur e dëshirës së përmbushur, dhe ai qëndrim e mendësi e mbajtur që ju çon atje në mënyrë që të mendoni nga dëshira juaj e përmbushur në vend që të mendoni për dëshirën tuaj. Ndërmohet duke supozuar ndjenjën e dëshirës së përmbushur shpesh. Pra, në momentin që ju keni kaluar ca kohë dhe jeni gjithkohës duke thënë jam thellësisht mirënjohëse që e kam këtë, jam thellësisht mirënjohëse që e kam dëshirën time të plotësuar, jam thellësisht mirënjohëse që e arrita, jam thellësisht mirënjohëse për këtë dhe për atë. Ajo fillon të shfaqet është e juaja. Pikërisht, frekuenca e jo gjatësia e kohës e bën atë të natyrshme, ajo të cilës i ktheheni vazhdimisht e përbën veten tuaj më të vërtet. Zhytja e shpejtë në ndjenjën e dëshirës së përmbushur është sekreti i suksesit. Ky ishte kapitulli 22. Është vërtet shumë interesant. Mënyra se si mundesh që ti vërtet të arrish të plotësosh dëshirat e tua, vetëm duke menduar veten
si dëshira jote e plotësuar. Se çdo gjë e arritur. Se po sheja edhe njoftimet, por të shohësh pikërisht veten tënde si kjo dëshirë e arritur. Kjo është suksesi, mënyra se si ti arrin suksesin. Të shohësh veten tënde me, ku di una, po them ato dëshirat e mia të vogla. Të shohësh veten me 10.000 djegës. Të shohësh veten si ajo gruaja që je e martuar tashmë dhe i ke fëmijët e tu dhe ndihesh e bekuar çdo ditë. Pavarësisht se unë nuk i shoh ende me sytë e mi. Të shoh veten time si ajo gruaja shumë e suksesshme në biznes, e që ka një partner të jashtëzakonshëm që e përkrah. Ajo gruaja që e ka vendosur si ditën e parë që fëmijëve të saj nuk do të mungojë asgjë. Do të jenë nuk do ju mungojnë ana financiare, sepse do kenë edhe mamin edhe babin biznesmen, do të jenë të dy super të fuqishëm. Dhe ndërkohë, nuk do ju mungojë as ana familjare, sepse kanë një nën të jashtëzakonshme që jam unë, që kujdeset për ta nga mëngjesi në darkë, kujdeset që të marrin gjithë dashurinë e nevojshme. Kujdeset që të krijojnë një lloj lidhje, qoftë me kushërinë, qoftë me miq, qoftë me të gjithë njerëzit që i duan pranë familjes tonë, sepse normalisht nuk dua që të ketë me çdo lloj njeriu vetëm se kështu është e thënë, pra që njerëzit thjesht kenë kontakte me shumë njerëz. Jo, dua të kenë kontakte, dua të kenë mundësinë që të rrinë me të gjithë njerëzit që unë i dua pranë familjes time, me gjithë ata njerëz që na japin vlera, vetëm nga fakti që i kemi prezent në jetën tonë. Edhe, ja, është kjo lloj ndjesie që ti e merr në momentin kur ti je duke thënë gjëra të tilla. E di, unë mund të duket sikur vetëm nga njëra anë, po mund të duket, pra, sikur është vetëm nga njëra anë, pra unë lexoj një libër edhe ju merrni mësimin, nëse mund ta quaj kështu, nga ajo çfarë është lexuar, por nga ana tjetër, fakti që unë i jap mundësinë vetes edhe për të ulur, edhe për të manifestuar këtu me ju. Më duket sikur është më shumë se sa thjesht një mënyrë e të shprehurit ose një sesion terapie. Më duket vërtet sikur jam duke shtruar rrugën time dhe duke e kuptuar çdo ditë më shumë se çfarë dua në të vërtetë. Njerëzit kur janë në mendimet e tyre, mund të kërkojnë shumë gjëra, mund të kërkojë edhe gjëra ndonjëherë që në një mendje të shëndosh nuk do i kërkoja. Fjala vjen, mund të ulem edhe them, dua një Maybach që të ketë atë bouncing, që të mundem të bëj atë çajin me siç e shoh në videot e Instagramit, ose po në momentet kur kam kohë për të qëndruar në Instagram thjesht sa për të qenë në kontakt me shoqërinë, në momentet kur i shoh aty edhe thjesht them dua këtë, ose dua ndonjë gjë super luksoze, ose dua 3 çanta Hermes, Birkin, edhe i dua në ngjyra të ndryshme. Domethënë këto janë gjëra që them vetes dua dhe jam thellësisht mirënjohëse në atë parë që ekzistojnë, sepse më pëlqejnë shumë edhe si formë. Më duket sikur vërtet dikush tjetër ka pasur vizionin edhe e ka arritur, edhe vetëm që ne të tjerë të gjejmë veten. Edhe okej, më pëlqejnë të gjitha këto. Dhe vërtet për momentin ndoshta mundem të ulem edhe të imagjinoj këto gjëra. Për momentin kur flas për në lidhje me jetën time, në lidhje me gjëra që jam thellësisht mirënjohëse që i kam, që jam thellësisht mirënjohëse që kam një partner që është marrëzisht i dashuror me mua. E besoj totalisht shprehjen që thonë se
që një marrëdhënie të funksionojë, duhet që djali ta dojë më shumë vajzën, sepse vajzat dashurojnë edhe sikur një mace e rrugës, domethënë janë shumë të ëmbla, janë shumë të mira. Por që të dashuroj një djalë është kjo mënyra se si arrihet më lehtë, nëse mund ta quaj kështu, që të krijosh edhe martesën, edhe familjen, edhe çdo gjë tjetër. Edhe duke qenë se jam thellësisht besuese e kësaj teorie, e ndjej totalisht që kjo gjë ekziston. Pra do me thënë ekziston me mua. E kam unë të vërtetuar këtë gjë, sepse them që nga ky moment ja kam vërtet një djalë që është marrëzisht i dashuruar pas meje, dhe e di që fakti që më toleron edhe në kapriçot e mia, më toleron edhe në gjëra që unë ndoshta ndonjëherë nuk toleroj as veten time. Fakti që ai më toleron në gjitha këto është vetëm për faktin se ai është më i dashuruar me mua se sa ndoshta edhe unë me atë, pavarësisht se nuk ka një peshore të saktë për dashurinë. E di që është ai më i dashuruar me mua se sa unë ndonjëherë mund t'jem me një person, domethënë. Edhe e di këtë sepse ndoshta e kam edhe vetë shumë të vështirë, kam më shumë nevojë që t'i kem gjërat ose edhe dashurinë e tregoj në mënyrë shumë praktike. Pra, e tregoj që nga mënyra se si bëj dhuratat e mia janë kryesisht shumë praktike. Pra nuk dua që të bëj një dhuratë ku diuna diçka që të jetë thellësisht simbolike, ose ku diun të krijoj një kujtim për një moment dhe pastaj të harrohet. Jo, dua diçka që të jetë thellësisht praktike. Edhe duke qenë se e kam këtë lloj ndjesie, e di që edhe dashurinë e ndjej në mënyrë të tillë, pra e ndjej edhe e jap në mënyrë praktike. Ndërsa e di që personi që është partneri im është dhe për cilin jam thellësisht mirënjohëse, është marrëzisht i dashuruar vetëm me faktin që unë ekzistoj. Është marrëzisht i dashuruar vetëm me faktin që unë i ekzistoj në këtë botë dhe ekzistoj si qenie, ekzistoj si energji. Vetëm kaq mjafton atij njeriu për të më dashuruar. Pastaj gjitha këto të tjera që unë bëj për të, gjitha gjërat e tjera të cilat ne kalojmë së bashku, janë thjesht bonuse. Ai është marrëzisht i dashuruar me mua vetëm për faktin që unë ekzistoj. Edhe kjo është vërtet kulmi i asaj çfarë unë mendoj për dashurinë në lidhje me veten time. Dhe e di që janë gjëra të cilat për shumë njerëz do thoshin, po Migena çfarë po bën tani? Më duket sikur po bëj një vlog journal, pra si një lloj ditari që njerëzit do t'uleshin e do ta shkruanin, ndërsa unë po e them këtu me fjalë. Edhe e di, ndryshimi është se nëse unë do të ulem edhe do të manifestoj, fjala vjen diçka luksoze, fjala vjen një çantë, fjala vjen një makinë shumë të mirë ose diçka. Sepse unë e di, kam thënë dhe më përpara, jam shumë e fiksuar mbas luksit, nuk e kam jeta vdekje, sepse nuk është se jetoj në luks të jashtëzakonshëm. Unë di të jetoj, jam shumë praktike, mundem të jetoj kudo, por luksin e kam thellësisht të koduar në qenien time. Dhe nëse diçka nuk ndihet luksoze, unë më mirë nuk e bëj fare. E kam shumë thelbësore këtë pjesë. Edhe mund t'ju duket shumë njerëzve që ç'a do të na thuash tani që ne tjerë nuk paskemi asnjë shans me ty ose në gjë të tillë. Nuk është kjo arsyeja pse po flasim këtu. Arsyeja pse po flasim është se si ndihem kur flas shumë për gjërat luksoze. Pavarësisht se më jep një emocion shumë të mirë kur manifestoj diçka shumë luksoze ose kur ulem edhe them dua diçka shumë luksoze në jetën time. Ndërkohë nga ana tjetër, pavarësisht se ndjesia që marr është e jashtëzakonshme, shumë e mirë, në momentin kur jam duke folur pikërisht për këtë lloj partneri që është marrëzisht i dashuruar me mua dhe që është aty gjatë gjithë kohës dhe që është duke më bërë dush me dhurata, me dashuri, nuk e di, me puthje, me përqafime, me të qenit prezent një jetën time, me të qenit gjatë gjithë kohës aty, ndoshta edhe clinging, ndoshta nga ata që janë pak të ngjitur, domethënë të tipit që thjesht do që duket sikur vërtet merr frymë lëkurën time. Duke qenë se kam këtë lloj ndjesie ndaj këtij partneri që është në jetën time, thjesht realisht e mendoj,
kjo është ajo çfarë vërtet njerëzit ndjejnë në momentin kur manifestojnë, ose kjo është ajo çfarë vërtet përshkruhet nëpër libra, që thotë zhytu në ndjesinë, dhe unë vërtet e marr një energji shumë të mirë kur manifestoj një makinë luksoze, ose kur manifestoj një çantë shumë të mirë Hermes, ose Birkin, ose Kelly. Por momenti kur unë flas për partnerin tim, është totalisht ajo zhytja në atë ndjesinë e mirë, në atë ndjesinë e këndshme që ti ke, dhe ti thua, wow, janë shkruar libra të tërë pikërisht për këtë lloj ndjesie, edhe njerëzit janë përpjekur që ta përshkruajnë në mënyrë më të mirë të mrekullueshme, më të mirë të mundshme, por kur vjen puna, thjesht nuk e shprehin dot, edhe nuk e vë faj sepse asun nuk do të arrija do ta shpreha kur do të me fjalë atë ndjesi të mrekullueshme që ndjej në momentin kur them që partneri im është 100 fish më shumë i dashuruar me mua se sa jam unë me ata. Edhe kjo më bë të ndihem shumë mirë, por nga ana tjetër nuk di nëse do të mund ta përshkruaja me fjalë, nëse do duhet ta përshkruaja me fjalë. Edhe është vërtet ndjesia ajo që e bën këtë gjë të vi më afër. Dhe përveç kësaj, përveç faktit që është ndjesia, është qëndrueshmëria, është ajo që për cilën folëm deri tani. Domethënë të lutesh në një farë mënyrë, kjo që po bëj unë tani është një lutje, pra them, okay, unë e di që një marrëdhënie të funksionojë, djali duhet jetë më shumë i dashuruar me vajzën, dhe ndërkohë nga ana tjetër nuk po them për rastet kur thjesht gruaja e ka futur në kurth dhe tani ai është i detyruar që të rri me të. Mund të funksionojë edhe ajo si marrëdhënie, por sa mund të funksionojë në këtë sens. Ndërsa në vërtet e besoj këtë, domethënë, okay, jemi në fazën kur unë e besoj që djali duhet jetë më shumë i dashuruar me vajzën që marrëdhënia të funksionojë, dhe kam edhe ndjesinë se për cilën jam të shmërnjose që partneri im është këtu, që partneri im është marrëzisht i dashuruar me mua, dhe mund të jetë këtu mbrapa kamerës duke më ndjekur dhe thotë, kjo është e vërtet, po, jam më bëhet shumë qefi që e di, që unë jam 100 fish më shumë i dashuruar me ty se sa ti me mua. Më bëhet shumë qefi që e di, edhe të ma dish gjithmonë këtë fakt, ta mbash mend parasysh gjithmonë këtë fakt, sepse unë jam më shumë i dashuruar me ty. E nëse sa herë do të luajmë atë lojën që jo unë të dua më shumë, jo mbyllet i pari, dije që unë jam ai që të dua më shumë, edhe më vjen vërtet për qesh, më duket vërtet sikur ekziston kjo gjë, edhe kjo ndjesi është, nëse përsëritet, nëse ti qëndron në këtë lloj ndjesie, pra nuk do që tani ti të kërkosh këtë lloj marrëdhënie me partnerin tënd, nesër ti pastaj thjesht të thuash, s'ka problem, do doja të martohesh edhe me një që është një 50 vjet më i madh se unë, mjafton që të kem lek, mjafton që të kem këto makinën luksoze, të kem çantat luksoze. Në momentin që ti ndryshon mendjen, edhe shikon, domethënë edhe vetë e ndjej që bie direkt, domethënë nga siç isha këtu lart në energjinë, bie këtu poshtë. Edhe ti thua, nëse ti vërtet je duke e par jetën tënde në këtë mënyrë, pra në një moment je duke e dashuruar jetën tënde, sepse ti e di që ke një partner që të dashuron 100 herë më shumë se sa ti atë, pavarësisht se dashuria nuk ka sasi mace, njësi mace. Ndërkohë del dhe ditën tjetër thua diçka tjetër, dhe thua, s'ka problem, le të martohem me njëri, mjafton që të ketë lek. Kjo nuk është qëndrueshmëri, kjo automatikisht mu në mes, dhe ti nuk ke asnjëherë në tjetrën, sepse edhe vetë universi nuk di që të sjell më, këdo, girl, pick a side, domethënë ndaj mendjen edhe zgjidh një anë, sepse të duhet të ndash mendjen për ta ditur se çfarë do në të vërtetë. E nëse është kjo mënyra, sigurisht bashorti im është biznesmen i jashtëzakonshëm, mundem ta shoh me sytë e mendjes që edhe në shtëpi sa herë jemi duke nditur në rehatin ton, prap se prap ka atë lukun fin të një mashkulli që rri gjatë gjithë kohës me këmish, me xhaket, është i veshur shumë këndshëm gjatë gjithë kohës, është i veshur shumë klas gjatë gjithë kohës, edhe e di që është ai, e di që është në sytë e mendjes time, ky është personi
që është i duhuri për mua. Në sytë e mendjes time e kam të vizualizuar edhe e di që është ky person që pavarësisht se për gjithë botën mund të duket sikur është i ftohtë, mund të duket sikur është i egër, mund të duket sikur është shumë autoritar, shumë i largët, edhe nuk ka problem, sepse me mua, vetëm me mua, në gjithë botën, vetëm me mua, është komplet njëri tjetër, është komplet njëri që mund të tregoj atë anën e tij të butë edhe të tregoj që është 100 fish më shumë se unë, i dashuruar me mua se sa unë me atë. Edhe kjo më bën vërtet të ndihem shumë mirë. Edhe e di shumë mirë që është kjo. E di shumë mirë që pavarësisht se është ky biznesmeni që është tough on business, që është kaq shumë i fuqishëm, pavarësisht se është ky biznesmeni që gjithë njerëzit ndoshta mund ta kenë edhe frikë, edhe kur mendojnë për t'i folur, duhet ta mendojnë shumë mirë se thonë, varet se si është ose ku di unë, domethënë, të gjithë njerëzit mund ta kenë frik ose respekt për autoritetin që ai ka, domethënë gjitha këto tjerat. Unë e di që është ky person që me mua është krejtësisht ndryshe dhe jam thellësisht mirënjohëse për këtë. Jam thellësisht mirënjohëse. Zoti e bekoft dhe Zoti e bëf të mundur për të shfaqur në jetën time sa më shpejt jetë e mundur. Do shihemi sërish në një video tjetër, edhe mos nguroni të bëni lutje, mos nguroni që ta shprehni me fjalë atë çfarë ju vërtet dëshironi, sepse në momentin që ti e shpreh me fjalë, Zoti thotë e para ishte fjala, dhe fjala është val energjie, dhe fjala është komplet ajo çfarë vë në lëvizje të gjithë universin. Është kjo val, pra energjie, janë të gjitha gjërat, çdo gjë në tokë, në univers ekziston vetëm si val energjie. Dhe duke qenë e tillë, ju e dini që fjala është e para. Ne kemi mundësinë e jashtëzakonshme që t'i krijojmë të val energjie, dhe pse jo t'i krijojmë të val energjie në mënyrën më të mirë të mundshme për të rregulluar jetën tonë, pa që nevoja për të lëvizur as gishtin e vogël, dhe për të rregulluar, pse jo, edhe jetën për të tjerët. Le të bëjmë një lutje edhe për të tjerët. Shpresojmë me gjithë zemër që dëshirat më të thella të zemrës suaj të plotësohen edhe të jetoni këtë jetë me sa më pak vuajtje dhe mundime, sepse ju e dini shumë mirë që jeta nuk është bërë kurrë për vuajtje, jeta është bërë për të qenë e lumtur, dhe thjesht ankesat janë ato që na përshin shumë punë. Shpresoj që të keni një jetë shumë larg ankesave, të keni një jetë ku gjuha juaj dhe goja juaj të thot vetëm fjalën mirënjohje. Shpresoj që kjo të jetë jeta juaj, dhe vetëm duke treguar fjalën mirënjohje, pra duke e shprehur këtë lloj vale energjie në gjithë botën, mirënjohje, ju të mundet të rregulloni jo vetëm jetën tuaj, por edhe jetën e të tjerëve. Zoti ju bekoft, natën e mirë, do të shihemi në videon e radhës.